Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, ju përshëndes nga fshati Drenac, komuna e Prishtinës. Sot pra ndodhemi në këtë fshat, kemi ardhur me pasqyru. Përshëndetje, po prit pak o burri fort, e pas ka shpirtin të huna, isha të full me miqt e mi. Pra, sot do e pasqyrojm fshatin Drenac, komuna e Prishtinës. Me që ky fshat është në komunën e Prishtinës, do e shohim se sa ka punu komuna për këtë fshat. Hajde mëre për hajrë, deti mërë pas kem boa. Shefeni, Kosova e pasur tashme edhe me dete. Po hymë kështu s'kem qa me bo, edhe pse është lagsht edhe zhytemi, po s'ka problem. Nuk është që e kam problem bolë të në loqin, por që shefeni si u bëm. Mu kam bo qizmet 2-3 katë. Për hajna kovdeti, me fillim të fshatit, çka më duhet me komentu shefeni stadiumi i cili ndodhet në këtë fshat, është përshëndetje! Dësha me thë Barilevators, të dosh mos mja përmen emrin, mbeta Asanejas. Hajde mërë përshëndetje dhe juve! Faleminderit për respektin që e tregoni gjatë gjithë kohës. Moment, përshëndetje dhe juve, për të fillit 3 drejt ma vën foton mirë. Pra, na qoftë për hajrë deti, shefeni me qëtemi, më do të me fillim me komentu diçka që nuk më pëlqen, stadiumi është shëndruar në det. Të shkon verë pa, hy pak me u fresku, nuk e kisha lonë. Komuna Prishtinës, një fshat i cili ndodhet në komunën e Prishtinës me qenë në kësisoj, e kim parasysh vërshimet cilat ka ndodhur kohëve të fundit në Kosovë, por që tasha me i longë kështu, dështë ishdo është me ndërmarrë dhe me larguin, pasi që këtu edhe demëtën stadiumin. Ja pra përveç kësaj tribunat, ulcet, i shifni në qëfar gjendje kanë mbet, kështu po duket bukur me qenë tamën si det, por që është stadium. Kur të largohet ujë, nuk keni me po çka me po në barin sintetik, po besoj është me bari sintetik, pa mendoj, s'po di. Me që nuk jam të e po, nuk e dija se si ka qenë, por që nuk po më pëlqen. Po e lem me kaq, nuk po komentoj më shumë, po mi të flasim vetë, një po vazhdojmë kështu drejt fshatit. Uroj dhe shpresoj që ka me ndryshu gjendja, jo kështu si ja fillova, veç më do të pak me largu këtë bolten që mu ka kop, mos me ndot tash rrugët e fshatit, nuk është etike. Po dhe pa t'i lojmë bre që aty, pas ka ujë bëllë. E dyta shka jem të po, mbet të rina gjithandej, e të mërshme, e pa tolerueshme. Në një fshat e kësaj komune, krye qytetit me qenë kësisoj, në këtë gjendje përveç kësaj, këtu rjedhuj, shefe se si i kanë lënë batal, tamam kështu katonor që po e them, tamam batal, kiamet, s'pas këqa me po. Në onën tjetër, mbet turina gjithandej, o njerëz, a di si themune, kur i gjuajmë kështu mbet turinat në rrugë është një si mi gjujt në midis salonit. Edhe me nejtë në salon aty me pi qaj rusi, nuk po më pëlqen, të merë është gjendja. Këtu dikush duhet me umarë me këtë fshat, njerëzit jetojnë këtu, njerëzit jetojnë, dikush dënë me jetu, është e pa tolerueshme. Jam të e po dhe parkun e fshatit që e pas ka po afruemi, se si po marrëm po, mje i ke kap andi këtu, as po du as mi po, nështë i vendosë që të syza mës të shë mirë, bilim, se më ka kap kryt, tensioni, ja. Me të vërtet është e pa pranueshme, nuk kam fjallë se si ta përshkruaj gjendjen që jem të e po, momentalisht në fillim të fshatit, në rrugë kryesore atje. Haj me det haj, qka nuk paska. Po më pëlqen
rruga është e shtruar me kubza, më vjen keq çdo herë më duhet me i paraqit mbeturinat, duhet të vedisohemi. Zëri im duhet të jetë alarm, po e them kështu, duhet ndëgjohet gjithandej, me marr masa edhe me pastru vendin, me i rujt mëre resurset natyrore që na i ka jep Zoti. Në shtetet e jashtme pse janë më të zhvillume, veç pse kontributin edhe vëmendjen më të madhe ja kushtojnë viseve rurale. E ne shefeni Cecilien, Republika e Kosovës, Komuna Prishtinës. Qa ke qitë këtë parku në Drenoc? Parku, valla, po m'vje keq, veç më kish ardhë morre, me këtë tabel me ta po dikush parku ofër mbeturinave, s'don koment më shumë, po e bëjmë një shkeputje, po kalojmë në pjesën tjetër të fshatit. Arreti me qëtemi edhe pranë objektit të shkollës, ndëgjojni atmosferën në cila po mbizotron këtë në fshatin Drenoc. Padyshim fëmijët janë ata cilët i japin hijeshi vendit shkollës, po më kthen në kohë. Në pushim gjatë që i kanë, e lëmë këta kur si nxojnë këtë ditë mo. Qa ti besh, jeta kështu e ka, edhe pak e shkum. Po e komentoj edhe për pak qaste këtë pjesën që jam të e po, një sipërfaqe bukur e madhe po shihet, dika kanë punu, dika jo, sera, për ndryshe, pozitin e ka shumë të mirë, shumë të përshtatshme gjeografike, po besoj edhe për bujqësi është tamam kështu e përshtatshme. Përshëndetje! Jemi me Kamir, e keni problem? Si jeni? Mirë, faleminderit. Flora. Vjen mirë. Po mbot shumë qevi për jelë, por në një fshat që po e takoj një femën edhe pranaj me full. Nuk e ka problem. Jo, se kam. Unë e kam dalë sot me ju pyet për fshatin Drenoc. Për çka njihet fshati Drenoc? Si është mënyra, stili i jetesës? Ma shumë njihet për bujqësi. Vetë sa e ceka e pas këtë pozitin shumë përshtatshme për bujqësi. Për bujqësi njihet ma shumë të. Në këtë fshat janë 2 lagje. Fillon këtu nga xhamia, e deri atje e lagja e Gjafollëve ku po shihet. Gjafollëve. Po, Gjafollëve. Nëse keni mbiemrin Gjaferi, Gjafulli, jo, i vetëm mbiemën është Gjafulli qaj e lagje. Kur s'pas na ndëgju për këtë mbiemër. Qaj e lagje që po shihet, atje është lagja e Gjafollëve. Po. Çka ju dallon juve prej lagjes tjetër, prej kujshive kështu? A ka diçka që ju dallon apo jeni njëjtë kështu? Ja, në përgjithësi njëjtë janë. Po. Kushtet si janë në fshat? Ashtu, s'po di qa më thonë, kushtet mesatare. Shkollën po e shofun? Po, shkollën e kanë përbashkët. Fshati Drenoc edhe Barilev, shkollën e kanë përbashkët. Apo? Edhe ambulancën e kanë përbashkët, edhe bashkësinë lokale e kanë përbashkët. A këtu është qendra mjekësisë familjare se nuk jem të e po? Ato afër shkollës. Afër shkollës. Po. Shumë mirë. Me që ju jeni thuja se Prishtinali jeni shumë afër me Prishtinën. Po, 12 kilometra thuhet, se unë nuk e di. Parafërsisht veç kështu thuhet. Po. Është braktis fshati? Zbesoj. Kona është ta që kanë bli për qef. Se zbesoj kështu që u braktis. Po, ka ndalë njerëzit? Ka ndalë ma shumë Fushkosu, Prishtinë. Edhe pse as Fushkosova se ka këtë pozitë, këtë pamje ka të bukur. Jo, se ka. Kërkosh ma të mirë zbesoj që ka. Po. Rini, sa ka mbet në fshat? Ka, mjaftushëm. Këtu nuk janë jashtë, më të thonë drejten, si kur tjerat qytete që dalin jashtë, këtu ma shumë i përkushtohen bujqësisë. E thatë pra që mireni shumë me bujqësi, ka familje që e ka vetëm bujqësin edhe nuk ka ndonjë punë dytësore ashtu? Ka plot. Qa kultivohet mas shumë ti? Speca, domate, patate, grure, misër e këtu? misër, grur, gjitha. Si janë raportet mes juve këtu në fshat? Mirë, mirë, përgjithësi mirë janë. A mblidheni kështu bashkë? Po, zakonisht kur punojnë nore,
Bashkëpunojnë. Ju po punoni diçka? Ja, Allah unë e ja, unë për veti s'punoj kurçë. Po, ka ishe duke shu? Urdhna? Ka ishe të shku? Ishëm të shku në Prishtinë. Prishtinë. Po. Sa i përket transportit, si ja beni? Me Transportin, autobus? ja, larg e kem. Na, ajo logja ku po shihet atje, qërë. Ato shtëpit që Po, shifet. atje larg, pe atje na gjithë udhtojmë kom direkt. I keni na i kombja diçka? Ja, orë një që tash pi afrën, po ju, kështu të rregull të s'ka. U fol për 1 janarit, a u fol për 1 janarit me orë komuna? Po të lëtoj kanë sytë si mu. S'është problem. Ama për udhëtim e kem problem. Se shumë larg është. Si për fëmijë, si për neve. Për fëmijë të roni me i sjell çdo ditë në shkollë. këtu. Ose me i sjell ose me pagu një këmbë ekstra me i pru fëmijë. Normalisht nuk goxani me i leju këto Jo. rrugë siç janë edhe ka lëvizje Qash? gjatë gjithë kohës. Po. Po. A ka diçka që i mungon fshatit që kishit pas dëshirë me pas ose me ndryshu? Unë Qa ka nevojë fshati? kisha thonë mas shumë ti, për shembull i mungon udhëzimi edhe një qerdhe që ato ofër, qaja logja jonë që njihet si logja e dëshmorëve. Se i kem djalin e migjës edhe një kushëre dëshmor, 2 dëshmor i kem. Qaja kisha pos qef me pos një qerdhe, Me që edhe jeni një autobus. Me që jeni në komunën e Prishtinës, sa ka punu komuna për juve? Ka punu komuna. me Ka thonë mujtë edhe drejt. ma mirë. Ka mujtë edhe ma mirë, që të shkolle ka ndërtu 3, s'është mëti që u ndërtu kjo. Asfaltin e ka shtru. Unë ju falenderoj shumë për kohën, s'po ju mund të Edhe shumë. juve, Ishte shumë kënaqësi. knaqësi edhe për mua, ju përshëndes, kalofshit mirë. Faleminderit shumë. Në ndirë qofshit, ditën e mirë, çdo të mirë. Faleminderit, respekt. Me të mira. Një me qëtë mi, fillimisht po e falenderoj banoren e këtij fshati, e cila e ndajti kohën me neve për juve, na i dha ca informacione për fshatin, ne po vazhdojmë edhe mu fillun sytë me mblëtu, mos me kanë këto sy zonës s'kam dalëm, si nga i nxehti, si nga i ftohti, ne po vazhdojmë kështu rrugëve të fshatit, po m'pëlqen infrastruktura, për të shohëm se sa ka punu komuna e Prishtinës për fshatin Drenac. Kemi mbet rrugëve të kërku njerëz, banor, ka jeni, ka ndodheni, tashme janë edhe në oraret e punës, se kam parasysh, por se sa do e kem atë fatin me taku, mbetet me u pas sot gjatë rrugtimit ton në këtë fshat, fshati Drenac. Qa kanë bo këtu kështu? Pas kanë lonë borit, po të mlojka, therra, koqa, shefeni, nuk po duket as trotuari. Me siguri, s'pas ka mirë mbajtës. E pas mirë mbajtësin nuk ishte në kësi gjendje, përveç kësaj mbeturina. Këtu kanë mbet ato shenjat e vërshimeve. Kështu i pas kanë lanë, në rregull, mirë boll. Qa ti besh? Nuk bën kështu me lanë të e marë parasysh që është edhe në komunën e Prishtinës ky fshat. Pra si që ndëgjut intervisten e zonjës, fshati nuk është që është edhe aq i braktisëm, edhe ajo pjesë është që ka dalë Prishtinë, Fush Kosovë, se di çfarë arsye ka pas kur këta thujasin e Prishtinë janë. Përshëndetje! Që e mirë, jo, a na tregoni diçka për fshatin, 2 pyetje? Në rregull. Po, Dorontina. Mirë, jo? Si jeni? Faleminderit shumë, anë që adho në vishë për ju përshëndetje. A i Jo, si jeni? Kretë familjen? Mirë, këtë. Gratë? Mirë, faleminderit. Jo, familjen? Qësh po kaloni? Kështu se, të të ndyja lak, qështu. Te ko shke orë këtë? Të motra, Te motra. Tasha po shkona? po shkoj. Sa ke qëndru te motra?
Pe pramë që të balë. Ani shumë mirë, po ja tamam. Ani s'po ju marr më shumë. Hajde të rëzim, përshëndes, ka lëfsh mirë, kom qef me të pa, dhe për cilë kom qef shumë me të pa. Faleminderit shumë. Hajde ka lëfsh mirë, Respekt, pas mirë, ha. Tut, ja thot Mishtine. Çe po atë emrin fal? Emrin? Gjemile. E përshëndes pra një shikuese timen. Ja, s'po të qesë. Gjemile, në cila pati dëshirë me më përshëndet. E falenderoj. Hajde. Opa, 101 këtë në herë. A, shikë 101. Golfdesh. Po e di që është golfdesh. Pse i kanë lomore kështu në trotuar? Si muze, po të i kanë me bo, ha? Mirë boll. Puna mbar! Kush po na fol për juve? Pse? Pa i një banur? Për në me? Po vëllojnë edhe juve erdha pak, me ju slikot. Qysh? Hajde, qka duesh? E ku është pronari? Ha? E gëzof pronari i ri shtëpin. Valla po ja ndërtoj, shit halali qoftë Dorontina. Unë jam Dorontina. Si jeni? Pa, o, gjithë... Si, o, djeli na myti krejt. Po që si jemi që të bashkë, edhe po pim, edhe po ju ndihmojmë juve. Unë e di me qitë këse, qa i thëjnë mëre? Qa është mërë kjo prit? Ploq. Si je? S'largo dorë zatë s'papë. Puna më barë. Mirë si ju gjetëm, si jemi? A i një mirë? Mere me dorë tonë një. Shqiptari ka marak të remi. Po, kolegu të mëre. Mirë është, faleminderit. Shqiptori. Hajtë që kome ta blenë një komplet. komplet. Hajtë për së mbo me hurë tash për dë gotat plastikës edhe ti. Javojnë rogat. Këu për një... Javojnë rogat me regull. A pjodhojnë? Po, qaja me rëndësi. Po në asë mbashët babës nuk po nej pa rogë. Një ditë me ma vënu, u kry mua beti. Qish? Boshët, do. Po, ke kam bet fjale e urtë popullore. Tjepi mëre... Tjepi ati. Ti je musafer këto. O, këtu pas ka regula. Hej, që të gota për me shtin gjep. A i një politika... Jo, ja. Unë jam gazetarja popullit, dali vizitoj fshatrat, jemi me djumi shqiptar që ka i qef, e fluturisi. Që ju hijune në për shpia njerëzë, qaja janë. Me zemër të modhe. Po se du të me pas këtë gjë me konë trimnesh me i njëjtë në shpi me kamirë. Pe i lopë edhe pe i dërënisa, probleme hine për shpia. Po e zbut lak janë, sa shenë po kinë. Je pasha zotën drenicu këno... Hajde qëtë? Po unë e grip nuk kam. Po në... E kom kry. Isha duke thonë, anë afro pak se nuk ndëgjuhet zëri. E kini parasysh? Zoni i luftetarën ndëgjuhet gjithkën. Kjo është fjallë me pesh. A po, se mos më fillë. Edhe luftetar i zonës të paredive të lopit, për e fillimin dhe mbarim, pa mungu as një sekund, as një minut, as një dit. Dhe ka përfundu lufta. E tash, e bëni këtë punën në ndërtimtarisë. Tash ndërtim me bujna me relax, me dashni, e dojna këtë punë, s'kem qa për një tjetër. Punë e gëdhshme, është pa të shim. Sa vetë komandant, edhe me orë me punë ndërtimtari, shok në lanë mrapa, edhe që ku me të sëtë. Jalan fitore këtina s'ka fajkë, jalan me dy duhet vetë. Edhe ja po fëtajnë. S'ka dert. Edhe ja me përzika pa. Po flasëm realitetin, nuk marrajnë ako që. Jeni banor të këti fshati? Jo, jena Tërnavës Lapit, jema Lazinlak, jemi djenë miqës me zveti, po nëjna, qështu këtu një ka pak. Sa të keni orë me ndërtu në fakt? Qatil, kolmin. Po, kolmin. Po ja se e keni në përfundima? Po, veç edhe lonë këna me ashtra nesë, për përfundoj. Qysh po ecë puna? Nuk ka keq mirë, është popull është vedisur shumë. Nuk jetë e lashe kërkon, heq, ndash t'jen fukaren, ndash shpjanik. Me shpjanik ka ma problem se, a i ma parën bongë rana se ka heq,
Ja e fukaraja e manë, që kënej porët e mishret, që kënej porët e shpisë në dërtimit. Apo keni problem me rruga? Heq. Rrogat e lojnë 3 herë din 4 herë në mujtë. Arkade. 3 herë 4 herë në mujtë? 3 herë din 4 herë në mujtë. Që ku dëshmitari, se këte kena shep. Qështë morën? Shefi ju, a? Pone. Ja pas ke dhënë krejt drejt atë këtu. Me fulla kë. Për me fulla kë. Sa punëtori ki gjithsej? 8. Shefi, kjo është i mirë me juve kallëzëm që të publikisht t'ja ndërprej punimet. Po me konë që kënë në Kosovë nuk jetë e lashe. Konë s'jetë e lashe. Po punën sa 3 herë na. Punën herë, po sa 3 herë na. Po normalisht, për me Se ecë unë jam puna... mjeshtër i klasës parë, prej me nëzjesin me shalitë, se këqyrë. Për me ecë puna, shembull, fillimisht duhet me qenë shefi. Po, ta është zavensi ti duhet me konë punëtori maj malë ndërtimit. Se mësë me konë zavensi, mësë me ngu në atë, këta tjerë se ngojnë asë një. Kush me ka këtë mësill. Ska Që ku është prezent në sy, unë e ngoj mas shumë. E që sa viti bashkëpunani? 20. 20. As të ka po pa jata. Ja, ma. Qa më bubet? Kur punën mirë. Qështu? Po e pas kalë shumë, pa shashtë. A? Po krejti ka dalë shuë. A? A qështu? Po, që E ja, s'ka fjallë. Ja, shumë mirë, po, shumë qefi. Vullneti punës është shumë i malë. Nuk ka vullnet punës shumë. Kem punu na një firmë para lufte, me këta nën Lazërit në firmë e fort. Prej një 7 vite kom punu në shtapërzis shumë, nuk kom punu ndërprejva të krejt. Më lëtën hajden post, hajden në aeroport nuk shkova. Edhe fillu në këtë ndërtim. Edhe kemi bu gjitha kushte si kënë qytet. Me shpija, me qa ekzistën të mirat e Zotit, si ne ka që Zotit. Shëqër Zotit, juve ju bjen gjithandej Kosovës, kështu si une. E ken, a? Edhe në Prishtinë nuk po dalim me punu shtash, e kemi ndërprej. Pas në po dijem të një kofi me Prishtinë, shtu bardhash e kënjena. Ua, nuk po delnin në gjithë territorin, a? Na lusin hajtin firmat maj, po nuk shkoj. Jemi ma pa të lashe, grupi vogël, nuk jem të lashe. Shkojmë të shpija, flejmë rahat, rrimë rahat, s'na vje kusht të shpija heq, s'kem të lashe me, as me mijet, as me kur gjë heq, vete menaxhojmë, vete financojmë, vete majmë, vete ndërtojmë krejt. Paske puntojnë halal, po e bëj ka punën ta mën kështë me dashni. Jo, kështu po, si të shkojnë anë e këj, kem sejra të shpija, në 5 ora, nëse jena unë të hajmë pak bëhë. Qaj shpim, edhe dalim sejra në bashkë. Seriosisht, nuk ka send bashkë se nuk e bëjmë. Nga kjo punë, kaloni ne? Shkojmë në të shpija për në bashkë. Edhe gjithë vere shes, trangoj, speca, domate, spanacia mu ka bot në sejrë tash me shimë, dhe thëtë punojna nuk rrim. Është vëllënet e masë, kem token e mirë, kem mujë mjaftë më shumë atje. Me që jeni kaq punëtore, doni kaq shumë punën cili kish me qenë mesazhi për ata të cilët po e braktisin Kosovën me të madhe, edhe me dashtë me jetu, me punu, me vepru, mendon që kemi zgjidhje mundem me mia dalë edhe këtë? Ndëgjë, na në pranveri mi konë të një do jo, kem punu në Gjermani një 7 javë, mi konë një 27 ditë kem punu. Ja kemi marru një salon të kerreve, 25 metra, me 15 metra në alë për 27 ditë. Dhe kemi marrë do pare të mira. Po këta si po shkojnë, me letra të qysh dojnë të shkojnë, 700 euro, 1000 se jesin me të milion. E 1000 euro e marrë shtargat e tonë qaj. Po, 35 euro titën. Po shqim, qëta shojnë ka njere, kur të hojnë 2 hojnë 2 euro, timin e kanë pa pare, krejt. As, dhe i pejt edhe në 5, punojmë hënë 4, nuk ka mos kur për para pejt e rën tërë. Po vetë se tash 1000 euro, si me i marë 500 është. Po është e vërtet se kanë Të i marë parasysh çmimet. kanë skalu shumë. Tash, Po gëzohen punëtorët kur po më dëgjojnë. Kom ja u rrit rrogën. vërtet se tash për para një lopë e ke marrë 1500 euro. Tash 3000 euro lopë s'më në marrë. Jem dikon 32-3 shpina në lagët unë aty Murseli, sot i llogaritën bile shto 2 lopë janë krejt. E çka po bë me 2 lopë ti? Qysh Do ka të ca thotë se- bjert. Dohet, Që se nuk ka flona shumë, mos e thot. dohet shtyll, bajtëse, shqip. Mendova mos skele. Jo, skele, Tjera të tjerat. skele, si hypëm tu. E duhet nga me vetë menaxhu situatë, më putë zëtë e veti. Shtetin e kemë, pavarësisht kush e merr shtetin. Kushtetutën e kemë, ligjet i kemë. Edhe pse nuk e përmbahen hala, ka marrë kohë si kanë më përmbajt krejt. Ka marrë kohë si ka më thonë gjithmonë llogarise. Gjaku i dëshmorëve nuk i lën me bosh çka do. Na veç po presim na veteran, se na nuk çohemi me rënë shtet. Po na çohemi me mbrojt shtet.
Na nuk qohemi me rënu kur gjë, punojmë. Na jena dikon Tërnobull po Elabak jem dikon ja si kena kry luftën krejt nja 36 vjet. 36 vjet. As njëse kena me aktakuz, as njëse kena me hajni, krejt I kena njerëz ndërshëm më sinqert. Është e dhëmshme se ju I nilon shumë mrapa. Nuk është e dhëmshme. Me rëndësi shteti është ndërtuar. Me rëndësi brez bas breze që kanë hjek, ai qëllim u arrit. Para me ndati babën tem ose babgjyshin tem, po shkon Beograd ka mos ka shuftu, nuk ka gjetë perspektivë. Tash e kemi këtu perspektivën si në perëndim. Ti don me punue, graj. Edhe ti shtash nëse don 2 punë më një madh. Me edhe të gazetarisë dhe mund gjon dikon ai ndërtimtari, dhe më shmart çdo të ju. Mund gjon ai lokal. Cille paskë. Jo, mund gjon ai lokal dikon ai Apo më pranoni? market dikon, menaxher nuk e kemi. Po vi kontabiliste ju. Po jo, se skemas S'keni as shumë fuqit fitim. madh, jo bre fitim, son pyetje fitimi. Se ne evre që to është më e mirë se 10 të tërkon. Po ti se din sa minun e di me qitë ploq, po ja u marrë krejt zanotin. Po shqyr se kemi vajzat, zojat, pavarësisht, kem pas edhe luftare në vajza. Po nuk shta përgjithshëm kem pas 52 qika krejt janë shembullore. Do të thotë se gjenia femërore nuk bën me vanashkalu, do të me luftu për vetë shumë. Ka jeca e koha me jetë burri 10 metra përpara, gruaja 10 metra mrapa. Jo, gruaja tash do të me jetë përpara, burri mrapa. Do të me dhon me kallëzu botës e Evropës. Se edhe na dina, edhe na jem kulturuar edhe dina me menaxhu edhe shtetë situata e krejt. Para me ndëti mas luftës çfarë kaosi ka qenë edhe çushim I gjin. Pavarësisht se ndëllëmshëm do vrasë si janë, po këtu janë vrasë politike nuk janë, këtu janë vrasë biznesi 99%. Këtu janë vrasë biznesi. E tash edhe një pyetje për fund, që sa jeni të punu këtu, që sa kohë, një muaj ndoshta, Jo, këtu 19 ditë e kemi qëto, edhe që 2 ditë 13 ditë. Sa po arrini për sa kohë me përfundu komplet një shtëpi? Po një shtëpi 2 kat 100 metra katror 7-18 ditë me kolu me krejt. Shumë shpejt. Po shpejt se mitet e mira tash, jemi 8 vetë. I njeni si banur këta pak? Trenocit a ju? Dojës tina e kena marru 2 shtëpi në Bollopoj, është dojë knaqën, edhe zakonisht 99% athirë njerë si në gjohën. Punën e bujmë mirë, hilës bojmë, do lavere, jo. Mu më pëlqej prej se largo ndërtimi, edhe I thash. Shumë bukur. Do të me dash, po nëse ti nuk e dënë që të mikrofon dhe që të gazetarit të s'më në marë. Në këto kanë herë dhe në shpema. Po, jo shpej, po, nuk o marrë dhe me Se ta. që në zyre, hitë se të rëzëj. Nuk o marrë se çdo punë se të punesh, po nuk e respektu dhe nuk e desh të kjekat. Shumë e vërtet. Edhe kur e dëm profesionin nuk lodh dhe shkot. Ka e mbre Gjermant më të mirë se na. Jo, sa. Unë I rash një 7 orë një reke, për dikom qitë edhe në Facebook e kam, 7 orë dikon, kom shëtit një rek, në Berlak nuk e qita, ku një mbetorin se qita. Ata njerë si na, edhe ata kishin shpia s'ka e reke, s'ka e lume, si na. Po kultura për të vete. Nëse e merë peshtu të gjumë që aty, edhe që aty ka me marë dikush, ka më lëllë me marë aty dikush. Allah edhe në katune ka arrit paslak I madh. E vërtet. Ujt, po kanalizimi, po rrjeti telefonik, rrjeti televizor, rryme e mirë, do të thotë, nuk të mungon kur gjë. E ti shara mungon neve. Kemi 2 drasa ma mungon kryve. Sajte. Me pasin kërat djas, shërohen diqysh. Me bo me pasin kërat majtën të pashërushme. Inshallah nuk I kena në të pashërushme. Inshallah. Se nuk bën me hik gjeneratat e reja. Na do të millon më të me punu gjeneratat e reja. Nuk bën me janë shalu, do të millon vullnet. Shumë e vend. Se është për keqare me dalë më të shëtin për në tim. As një atje në shkujnë me mnil lula, krejt pun të rana ku jenë ma të rana si bojnë. Thjesht e shfrytëzojnë maksimal. Edhe ati si interesant, ja ljo dhe shasru, shkra I kam një, pa I kam vlasni, kam krejt. Allah po ulmi, pa ulmi, po pushim, do të thëtë si është knaqësi. Sot ja unë zjera bukur një ko pushim kështë. Inshallah ja u pagun shefi, Unë janë një ore iku. Veç këti ja kom zjera, ata djemt. Veç me shku mi morë në intervist. A një t'interesun për pak pauzë? A një punoni, për hosat mëni. Inshallah I një mirë. Faleminderit shumë. E e vetë marën, Amin. se ka marak edhe më falë ka pak edhe në më lutë. Inshallah, që janë të rëpë juve, s'ke në shpit juve, edhe në poplën e Kosovës, po edhe në barë shqiptarë. Kemi hek shumë, kemi vujtë shumë si popull. Po vene do të me desh shumë. Do të me konë shembull, pse serbët e dojnë atë shumë venin e vetë. Ja shetë që a luftojnë për Mitrovicë.
Edhe pse ne rrajmë poplin aty, ka hile ndërkombëtar, se në gjë politikë nga gjafel. Të kanë hile ndërkombëtar, po s'po him ani. S'po himi se nuk e kam politikë S'po him, emision. sa thash, si atash atje, politikë s'po dojnë me Po, bërë. po me që e keni po emisionin nuk ka politikë. Po zed, ju lumsh në duart, Faleminderit i nderumshëm. se mediat janë një fuqiliar shumë e fort. Për ata të cilët din me Edhe vlerësu. musonal, jo këtu po, edhe Është në monal. bashe, edhe musonal kërkon hiç. Sidomos në katune musonal se ju jap motiv, ju jap kuraja. Fali meje, po i shohin në gjithë Kosova fshatra që ndoshta as nuk kanë dëgjuar, vetë nuk kam dëgjuar për shumë fshatra. Tash ne i pasqyrojmë çdo ditë nga fshati në fshat. Me 20 me 17 shkurt e kemi një nej atje ata shokët e luftës. Në sa shkurt? Me 17 shkurt gjithë e Po, bëjmë nej. po, për Bojna me pavarësi. darkë, me kretë, me konatari kemi jo, dhe ne kemi marru dikon 80.000 euro. Me kemi me licencë, me shtetit që Po ka i me lojmë kretë. kur të vim atje. Hajde me Mos na i trego. Hajde me 17 shkurt e kemi prej orës prej 7 të mbromjes. Ja pra miqtë mi publikisht jam e ftume tek fshati Halabak. Halabak. Po, është në kufe me A e sharban. din çka e përdorëm në Halabak? Po e di që e di edhe Jesh ma Halabak. lakë. Mirë po, Jesh si Halabak. është fshat bujar, o fshat që ka unë shumë për lirinë e Kosovës. Pas kemi çka me fol. Edhe kur të vesh aty e shet që është veni që a mikprit edhe si na kanë prit ajo familje gjatë luftës aty. Familja ka shumë për flejt njënën pjesë shpis na kemi flejt njënën pjesë shpis. Edhe sot a ditë e kalojnë asi me konë një fa, po ashtu do të me konë krejtë Kosovë. Kalojnë fort mirë. Qenke shumë burri mirë. Allah i zvyj kur që. Po thua, Këta si flasin mirë janë agresiv. Unë jam pak agresiv vetë se kështu në popull. Ja. po mirë që e mbon për vetit, pak të nuk e dëm të ndike Ka era tjetër. akuzoj vetëm pse s'kom bu diçka, po nuk kom ndesh me prej haram me dur. Ja. Vazhdo kështë. Ja, mos e presh në fund. Kum nejt 58 vjet burr du me dek burr. Nuk du me dek i djetë. Ja, du me dek njëri. Edhe atje kur të vesh si të rusë zote me 17 në ora 7 mbromjes, ja she qa është kultura ushtarëve, edhe she qka neja ushtarëve dhe qka veni ushtarëve. Edhe ja vlen me orë. Nuk po ju premtoj kështë 100%, Një mirë se orë. se ne kemi shumë Një ftesa. darkë e ojnë basharish në sot. Qa ka për dork? Ka qika. Po qatë ka, diçka qika, ja, se s'pahaj në shtarë ka Nesha. qika. Lëngë ma shumë. Unë mas shumë ti ho ka qikat. Mirë, pse ja. Me konë, Po të... S'ka lidhe, veç Filloj ka pak qek. reklam. Veç ka qek let është. Ja. Veç ma resh ka të në furru, kry ma beti, Jo, së mënijet zoni. Se na se bojmë buke, na e i bjene, thu. normal. Po gjithë e bojmë me pijem çdo për vjetër pavarësisë, edhe çdo vit shojna si shokën deti 3-4 ditë komplet si ushtar. E majna prej si kemi mbaru luftën, e kemi dhënë Vazhdon me besën. mbet, po. Mos mu prish me zveti për interesa pa lidhja. Se krejta qajnë prish për gjepa, për pare. Edhe luft, edhe këta të para, pas luftës e krejt, 99.9% një njerëz janë prish për pare. Po, porja na ka hinë në Edhe janë gjakë me të vra për modhe. pare, edhe janë prish për pare. Publikisht po ta tha. Qa është shumë e lëmshme. Inshallah, jeni mirë, e keni sukses në të ardhmen. Ishte shumë knaci ndërum. Vishte marrë dhe qatë sokë që me A, viti. si rap, sa kish po me gjithë qa. Apo e bëjmë në një shkeputje. Apo ndëgjojemi, inspektoriati po sa ka arritur në vendin e punës, të shofëm se sa kanë punu. Ej, sa keni sigurie? Ha? Në punë? Sa dush. E mërdzune që tash? A të rdzona për i notë më të pëndzirë në i pore? Zamër. Ha? Po që shmërdzu dhe që shmërosi botë. Qëna spitali pa pore hi, qa po dëllë? Po jo, me nëzirë në i sem për spital që. Qa ki me nëzirë, qa nëzirë këta? Po me thuj qofen, nëzirë dhe që.
Me thuj qafën zjerë, që është zjerë. Po te, ose... Ai, mjeshtrit e merë do pore me të ndëri qafën. Ose... me ma drejtu qafën. Ondi, ti nuk guxove me hypa? Ku me taj gjaj pas ka me të poshtë, ta malësur e kokë se s'po trem shëhet. Naser, Naser! hajde nalt, hajde. Kërë po ja nxirri ditën unë e pushim. Hej, e një me pushime, vikendin? Po ti vëlloj veç për na bën të losh. Pse? Ja, që shtë. Na jem familjar. Po? Kuldojna për në, kuldojna rrita. Se jem krejt familjar. Lazni jena, krejt Shumë lazni. mirë. Punojna, kuldojna rrinë. Po jem të na e thadë me punue. Shumë mirë. Unë ju dëshiroj punë të mbarë, edhe sa ma shumë suksese, ma shumë klienta. Si të punojsh? A po mje? Po. Që shënol të më fiqirue. Ju përshëndes, qysh. Me që një foto e me kam dhutën e... Po, hajde e bojna një foto. Me thonë gruas qëre që... Musul për Ata se tutet. Vetë me dollë foto. Ej, a bën një foto me ty? A bën një foto? Me qa dush, me telefon. Se ndëgjova që... Hajde prej... Klik. Ndëgjova... Hajde, apo më shesë një me shkurt pak. Që të mani një blok. Që djali jam, tash shkon bën belat e gruja. Po ndëgjova që e ki gru në vështirë, për qëta? Bash, berishe mo, has. Për qëta thash hajte e bojmë një foto na qëllën që atë, ta kem kujtim. Ju falenderoj për zëmërsisht, ama bën një halal si ja hu pakuon Jo, pak, për ty be... Faleminderit shumë. gjithë të mirë. Çdo shka do lesh, dhe pse mund të mërcu. Jo, së të rëzuat, jo se... Me di që i nxirë një 5.000 euro i sharëzu. Një grup punëtorësh ashtu është shumë të mirë të respektum e punëtorë sa dush, ja u kom nxirë pak pushim. Nuk kom pëlqen kjo pjesa e rrugës, pas kanë lavru, ndoshta edhe me që jenë me punime, jam të e pa dhe një serë, ondi jam ambon telefonin, se ngjiri me urrej me pas telefonin. Duket disi ashtu, ja u po gazetarëve telefonin, si me lexu. I pas të gatshme, kështu që unë veç me skenor s'di, e kam shumë problem, gjithçka spontane. Nxet koka, njeri gjallë s'koka, kep pas ka sa dush, po rrinë në fakt, wow, edhe ira po ju vjen. A mundet me kona i zoti shpis? Nuk është. Sa serën e mire paska përgadit ashtë për pramverë. Kur të shenë emisionin, tha që ko shumë paska hynë serë. Shpis! Njën këthitre. Përshëndetje! A mundemi me hy? Jemi me kamirë. Veç kom ju pyet diçka për fshatin shkurt. Hajde ondi. Ajni kësaj të shpija modhe. Kush është i zotë shpis ju? Vjen mirë, Dorontina, si je? A je mirë? Shumë njerëz mi këprit sa që në këtë fshat. Po, ka shumë. Ashtë dëni me imbojt Pa tjetër, adetet, pa tjetër. traditat tona. Pa tjetër, po si në qore, Shumë mirë. Qësh më kalon një fshatin Drenac? mirë shumë. Ju një logja Logja Gjafulli. Gjafulli. Po. Edhe mbi emrin e keni Gjafulli, ja? Gjafulli, të kanë Gjafulli do verish. Fshati është i përbërë nga 2 logje, nëse nuk gaboj. është Logja Gjafulli, Drenovci Katuni dhe Barileva. Barileva është fshat tjetër, a e ka? Po, Tjetër, bashkë jemi në... Do shta ju bashkoheni shumë, kështu e jeni për njëri tjetrën, tani nuk është që e bëni ndonjë dallim. Qysh po jetonin këtë fshat? Qa po punoni, qa po bëni? Unë punoj në firmë banesa, në firmën tregtia, punojnë edhe me boshë, speca, partigjona. Shumë basororët. Po, Në përgjithësi banorët e fshatit me çka mirën? përgjithësi shumica me boshë mirë në kësajte. Do thotë që i mbojnë familjet me atë Me punë. boshë, ka edhe në mërgëm do ka, që zakonisht të me boshë mirë. Me që e përmendet mërgimin, po du me ju pyet për afërsisht nëse dini më tregu sa është përqindja që e kanë braktisë fshatin. E kanë braktis, po ka edhe shumë që janë këto. Këto është fshat me perspektivë, ka
Vini ofër Prishtinë. Afër Prishtinë, toka është e fortë për boshë, kështu ka përfitime të mira, nuk është që kush do me punu. Kush do me punu këto ka përfitime të mira. Me që jeni në komunën e Prishtinës, komuna sa ka investu në fshat, sa ka punu? Se di jo në për vetë mu s'unë ka një mund të shka që me thonë. Po kështu për shembull ndonjë projekt brenda fshatit, Ma farë qeveria ka ma mërmenja, se komuna. shkollën e keni, Shkollën e kena, qendrën e qerën mjekësisë, kena, edhe mjekësisë, qerën e keni, po, po është në shkollë. numrin zonca është i madh Konë veça? 3-400 po. E banora din me më tregu për afërsisht, jo ashtu numër Unë sakt. pe ceko bare leve dhe në nafës, ma se jem një shkollë, edhe një krejt, ka shumë loj, janë për mi 5-600 shpijen. Ka shumë. A njini me gjithë këto banorët e Pa fshatit? tjetër, po, këtu jam i linën, këtu i rritën. Raportet i keni të mira, nuk është që kanë ndryshuar diçka. Ja, mirë jem shumë, për që A mundeni me i bë martesat me lagjën tjetër nëse doni? po, Keni po, diçka në gjak? shumë pak ka ndodhë 2-3 martesa këtë se na martunën me vete. A mund me bo, se me gjak si jem kur gjë. Elementet bazike për jetes i keni. Ujë, Po, krejti. kanalizim, energji. Ndreqem, tretor, asfalt, to në kemë loj, sens në mungan, Shumë mirë. Unë ju falenderoj, ishte shumë kënaqësi. për kaj kofim. Mira ju rrit, faleminderit na kanë shërby me pije të kjo një shtëpishëm të ndërtu. Po, Sa punëtor. Po, kreshnik. Po. Kështu që i kemi përfunduar, në veç deshta me ditë pak diçka për fshatin. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Të përcjellëm, të kom po në vërejtë. Faleminderit, Disa respekt. misionet të përcjellëm. Çdo qytet jo është në Prishtinë, po kom po që edhe jashtë larg. E kur ju thirra, a e diti se jam unë? Jo djalim tregoj se di. A Dorontina? Po Dorontina. Kuku për mu, në ta nënd, ju përshëndes, faleminderit shumë i nderuar. Çdo të mirë. Me të vërtet në këtë fshat njerëzit janë shumë të mirë, për atë sa po mbje me i taku, ndonë se jeni të i po se s'jam mbyllë derën. Faleminderit i nderuar shumë. Mirë pafshim. Ndonë se nuk po mbjen edhe atë shumë me taku banor, edhe jam punëtor këto shumë, por për atë që sa po takoj jeni të i po, pra asë një nuk thot, ja Allah s'po dalë me fol. Faleminderit për zemërsisht. Kjo ishte gjithë asaj për këtë fshatit Drenac, këtu në komunën e Prishtinës. Faleminderit banorëve që na e kanë dhuru sot një ditë e mirë, na i kanë dhënë ca informacione për fshatin. Ndodhemi feks në fund të fshatit. Bona e qita hapin, dalin mbabi mëc. Ondi veç ka dalë mbabi mëc, po ondi nuk ka me dalë emisioni ty. Kështu që unë nuk kalojnë këtë fshat se do jemi një ditë tjetër. Faleminderit edhe juve shikuesit më të mirë, shifemi në fshatin e radhës. Deri atëhere, mirëmbëçi!